përgjithsisht në popullat ka një opinion që fruthi është një sëmundje e fëmijërisë dhe nuk është e rrezikshme. Në të vërtetë është ndryshe. Fruthi është një sëmundje që sjell shumë problematika, shumë siklete në fëmijët, por edhe në grup moshat e tjera që prek. Thash, së pari, fruthi prek fëmijët, sidomos ato të pavaksinuarit. Prek edhe të rinjt, të cilët nuk e kanë marrë, nuk i kanë bërë të dyja vaksinat, edhe ciklin zgjues të vaksinës së fruthit, si dhe të rriturit në moshë të avancuar që kanë probleme me imunitetin. Fruthi mund të kaloj dhe në format lehta, por mund të japi komplikacione të cilat janë shpeshherë të rënda, ndërta janë pneumonit të cilat kanë ndonjëherë një dekurs shumë të vështirë. Përveç pneumonive, fruthi mund të japë edhe encefalite, që janë, si thua, pezmatime të cipave të trurit, që janë probleme të vështira për të menaxhuar. Dhe prandaj theksi vihet tek mbrojtja prej fruthit.